Tani u ka vënë vetëm Europa dhe Rusia për shkak të vendit, mund ta thoshë gjithë bota. Po Europa dhe Rusia si janë ndoshta dy rajone që na interesojnë dhe ne pak më shumë këtu, se jemi në Europë, Rusia tani që është në luftë atje duke se ku po gjen marrëveshje me Trumpin, po ende se ka gjetur, janë në panik. Ndoshta panik është fjalë e madhe. Por në fakt është një lloj paniku. Paktën kështu është komentuar sot gjatë gjithë ditës. Po fillojmë me Sebastianin, me që është gazetar plus në MCN TV, dhe pastaj do komentojmë bashkë me Sebastianin, me mentorin e Marsit, se çfarë ndryshon në jetën e qytetarëve europianë, rusë dhe të shumë vendeve të tjera, rrifja këtyre tarifeve që ka shpallur sot Trumpi. Sebastian, fjala për ty. Sapo ka nisur një luftë tregtare mbar botërore. Në këto çaste kemi Trumpin ka dalë me një tabelë tarifa reciproke për të gjithë botën. Mund ta thuash thjesht për populizëm nga të burimi informacioni? Kemi nga cili kanal? Bloomberg. Pra e ke në këto momente ja ku është ka dalë me është duke folur. E ke me tabelë. A është foto kjo? Po, me foto, se nuk po e nxjerr video live, po jo, video mund ta nxjerrësh atje, mjafton të dalin në ekran, video s'ka asnjë problem. E ke me foto, Kina është e para, thot, 67 i kishte ndaj nesh, 34 do ja vejmë Kinës tarifa reciproke. Një sekondë, se po kaloj ka shpejt këtu, njerëzit diaspora ime, nuk marrin vesh nga shifrat. Domethënë, America first, Amerika e para, gjithçka është përballë Kinës. Pra atë kanë. Fokusi është Kina. Tani ç'po ndodh me Kinën? Duke qenë se fokusi është Kina dhe Kina subvencionon të gjithë sektorët e saj, në qoftë se ka një kompani që është një kompani që prodhon fotovoltaik, Kina e subvencionon me para nga buxheti. Gjë të cilën vendet kapitaliste nuk e bëjnë. Pra është kundër parimeve të kapitalizmit. Kjo është çështje tjetër se pse Kina është përpara. Ne na duhet Trumpi ka gjetur një mënyrë tjetër, vendos tarifa ndaj gjithë botës sepse kam deficit tregtar, thot. E ka thënë këtë po. Bile është një premtimet që me cilët ka rënë pushtet. Sepse duke qenë se ka deficit tregtar, deficit buxhetore ka 2 trilion dhe borxhin e publike ka 33 trilion. Këto probleme të mëdha ekonomike duhet t'i zgjidh përpara se të fillojë të merret me gigantin e madh aziatik. Bukur. Dhe do që të kthej nga një vend që është prodhues softwaresh ose që prodhonte kompjutere, që prodhonte kompjutere në një lloj mënyre, paradoksalisht e çuditshme kjo mënyrë se si çfarë kërkon të bëj, do të bëhet edhe një vend që prodhon makina, të ketë fabrika etj. Kjo është pak e çuditshme, po e them për një arsye kryesore. Nëse ne po robotizojmë në shkallë maksimale, sepse teknologjia na e lejon që fabrikat të robotizohen në shkallë maksimale, nuk e di se ç'do të thotë kjo lloj politike që unë dua që të punsoj të gjithë njerëzit nëpër këtë lloj fabrikash. Por kjo është çështje tjetër, e zgjidhin vetë. Në këtë moment Kina është e para, Bashkimi Evropian është i dyti, Vietnami, Tajvani, Japonia, India, Korea e Jugut, Tajlanda, Zvicra, Indonezia, Malezia, Kambodja, Mbretëria e Bashkuar, të gjithë vendet aktualisht janë me tarifa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë tarifa të cilat ai ka vënë për shembull. Me Kina sa e ka? Pasat vim të Europa dhe... Kina 34%, Bashkimi Evropian 20%. Po për çfarë produkte? Për të gjitha produktet? Këto ngelen me komisione pastaj. Dakor. Komisionet ndryshme përcaktojnë, po ai e ka në grad maksimale, ka 34%. Pra 34 është maksimumi, thot Trumpi? Po, pastaj diskutohet mbi shkallën dhe mbi produktet... Pra tavani është 34%? 34%. Mesatarizimit. Mesatarizimi, pra, nuk mund të jetë as tavani as dyshemeja, apo jo? Besoj që po. 20% ndaj Bashkimit Evropian. Pra nga 36 e ka vënë Kinës, 34, 20, 20% Bashkimi Evropian. Për një sekundë ta kuptojmë, te Kina, sa kishte Kina përpara? Sa i kishte amerikanët, sa i kishin tarifat? Sipas SBA-s, 67% vendos te Kina tarifat ndaj SBA-s. Është shumë vështirë të bësh një analizë kumulative sepse kanë vendosur disa tarifa. Jo ka fjalën Bideni, sa kishte tarifën me Kinën? Sa kishte vendosur tarifën? Po ka pasur vendos Trumpi përpara, pastaj ka vendosur prap Bideni, ka vendosur prap tani Trumpi në janar. Në shkurt. Me Kinës kanë ndryshuar shumë ata, po ashtu ka qenë edhe Bideni në raport. Ata kanë qenë reciproke, 10%, 10%. 37% ndaj Serbisë. Ka dalë dhe Serbia. Po një sekundë, çdo më thon ndaj se po te Shqipërisë. Shqipëria nuk është. Nuk është fare. Nuk e di. Na urdhë, ne nuk kemi fare. Na urdhë, pra nuk ekzistojmë. Jo, e ka rregulluar Rama. Ç'e ka rregulluar? Që nuk duhet marrim tarifë. Po ky është debati, po prit do vëmë ide Rama. Pra Shqipëria siguron fare në listë. Serbia aktualisht 37% tarifa.
është Serbia, pastaj është Egjipti me 10%. Pse më ikën nga Serbia në Egjipt, mund të rrim në Europë? Kjo është tabela. Tabela është kësaj, domethënë nuk i ka të ndara me kontinente, por i ka të ndara kështu. Mirë, okay, mi thuaj gjitha vendet. Mi thuaj gjitha vendet, Sebastian. Për shembull, ja, po marrim të gjitha vendet. Pra nis me Kinën, siç e tham pak. E tham Kinën, po. Është Bashkimi Evropian. E po thuaj dhe shifrën brapa. Bashkimi Evropian tarif 20%. Iku, vazhdojmë. Vietnami e ka tarifën 46%. Pyta. India duhet ta. Tajvani e ka tarifën 32%. Edhe Tajvani. Edhe Tajvanit. Japonia e ka tarifën 24%. Pra janë për gjithë botën. Pastaj vjen India, 26% tarif për Indin, që ka vendosur. Ka vendosur tarif për Korenë e Jugut, 25%. Ka vendosur tarif për Tajlandën, 36%. Kemi për Zvicrën, 31% tarif për Zvicrën. Indonezia, 32%. Malajzia, që ka tarif, 24%, pra nuk i ka si kontinente. Ka thjesht shtetet që i ka radhitur. UK, Mbretëria e Bashkuar, 10% tarif. Opa! Pra sa, do të keti nata të majtin atje, që është e i liberali majtë. Izraeli, 17% tarif. Po Izraelit shne? Hajde ta gjejmë, 17%. Se ka suficit 7 miliard. Ja, prinjë të ne japi infon. Të ne japi infon, të një mbajmë mund të gjitha mentorë. Po i mbajmë e radhë. Se këtu gjithë puna sonë, në këte emision është manive shifra, se pasaj debatu të vazhdojmë emisionet e tjera. Turqia, 10%. Edhe Turqis. Edhe Turqinë e ka mbajt me këshu, me hatër. Pra deri tani na dalin, Turqia 1 dhe Izraeli me hatër. Jo, Izraeli jo. Kush ishte me hatër? Kanë përfituar. Anglia deri tani, Angli-Turqi, po. Vazhdojmë, Sebastian. Brazili 10%. Po edhe Brazilin. Brazili 10%. Po, vazhdojmë, Sebastian. Kemi Perun prap me 10% faktikisht. Po. Norvegjia është 15%. Jordania është 20%. Pastaj janë këto vendet e vogla, Republika Dominikane, ose Emiratet e Bashkuara. Po, Danimarka nuk është? Në Danimarka deri më tani nuk e shoh. Po do dali më vonë? Se Danimarka është punë e Groenlandës. Besoj se mund të dali, po, besoj. Çudi e madhe. Po Rusia? Por deri më tani, jo, Rusin nuk e shoh deri në këto momente, por Rusia duhet parë me kujdes. Konferenca është duke u zhvilluar në këto momente, duhet parë me kujdes sepse ai tha. Pra ne mund të kemi kohë apo jo? Po, mund të kemi. Të thuash, mund ta kapim brenda emisionit. Po, mund ta kapim. Sepse në Rusi duhet parë një gjë. Ai tha, nëse nuk më vjen në tavolinë, tha, unë do t'i vë taksa aq të fortë. E tha deratën, po. Po në qoftë tha, ishte me IFA, jo, nuk është ishte në qoftë. Nuk më vjen. Pra deri në fund nuk e di a do ta shpalli apo jo. Tjetër vend kemi ke harruar, Sebastian? Pra kemi eksporton shumë pak gjëra në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk ka deficit tregtar SBA-ja me Rusinë. Qartë, ja do vim. Mentor, do vim tani të bëjmë analizën e këtyre shifrave. Është raporti. Jepi çik. Prandaj po ndalem edhe te Serbia 37%, se Botswana e këto janë vende që nuk besoj se kemi ndonjë. Po si shpjegohet në Bordani, të bëj dhe unë naivin. Çuni vetë ishte para 2 javësh me Vučićin. Çfarë po ndodh valla? Ecën nëpër Beograd aty. Ecën Beograd e pritja i bën një podcast pastaj kështu. Ka që ishim për momentin, Sebastian, të lutem. Kjo teoria e kraut në qafë. Kraut në qafë, po, dhe gishtin në gojë. Po, aty më për pjesë. Deri tani këto kam. E mos thuaj këtu se. Te pjesa shofin ata. Deri tani këto kam. Domethënë, këto janë nga departamenti i Thesarit që po i gjejmë në këto momente. Deri tani këto kam. Po erdhën të tjera do t'i minimumi thot baza është 10%. Pra ka vendosur një tarifim minimal 10% për të gjitha vendet. Po atëherë pse janë këto shifra ndryshme? Dhe pastaj i ka vendosur mbi baza reciprociteti në raport me tarifat që kanë vendet e tjera për produktet amerikane. Dhe në shumë raste, thot presidenti Trump, ne kemi vendosur 50% të tarifave që aplikojnë vendet e tjera mbi produktet tona. Pra nuk kemi aplikuar reciprocitet të plot. Dhe në këtë pikpamje kemi treguar bon sens dhe dashamirësi ndaj vendeve. Tani, ka disa lajme këtu. Apo... Jo, prisi jemi të analizë e shifrave njerë. Të shifrat. Dhe mos harrojmë që produkti me së duket që ka bërë lajmin e gjithë botës janë makinat. 25% tarif për çdo makinë të huaj. Çdo makinë të prodhuar jashtë që hyn në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë do thotë kjo? Në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një treg prej rreth 14 milion makinash në vit. 7 milion prej tyre importohen nga jashtë. Mbi këto 7 milion makina që importohen nga jashtë, do të aplikohen 25% tarifa. Çfarë do thotë? Një makinë që kushton 100.000 euro, një Mercedes, i cili do shitet nga Gjermania në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ka kushtuar 100.000 euro, kushton 125.000 euro. Tani,
kush do e paguaj, gjithë problemi është kush do e paguaj këtë 25.000 euroshin. Do e paguaj, do zbres nga fitimi vetë Mercedesi, apo do rritë shmimin. Apo do e paguaj konsumatori Amerikan 25.000 euro më shumë. Kjo tarif do vilet në kufi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. 25.000 euro do futen në arkën e Shtetit Amerikan. Gjithë diskutimi është kush do e paguaj. Natyrisht që mund të ketë edhe shpërndarje, ndërmjet fitimit, ulljes së fitimit normës fitimit kompanisë dhe rritjes së çmimit për klientin që e blen të makinë, reduktimit të komisioneve që aplikohen nga ndërmjetësit në shitës e kështu me radhë, pra mund të shpërndahet kjo barë. Por, ajo që është e sigurt është që çmimet do rriten. Dhe ajo që është e sigurt është që bizneset në përgjithësi rritjen e çmimeve shkarkojnë tek end user, tek klienti, konsumatori. Dhe gjithë diskutimi dhe debati në Shtetet Bashkuara të Amerikës është sa do të rriten çmimet, çfarë inflacioni do të kemi dhe sa do të ndikojë në një recension të mundshëm të ekonomisë amerikane në këtë vit. Tani, me qëra fjala, para se të kaloj te Marsidi, të shoh, a është dakord me këtë dhe unë dua tani që të ndajmë një gjëne. Kush fiton dhe kush humbet nga kjo histori që po bën Trumpi? Do të Trumpi dhe administratat e tij kanë bërë llogari para sa bëjnë këtë apo jo, se nuk e bëjnë kështu kot. Shkurt. E para fitojnë qeverit. 1. Nga çdo luftë tregtare fitojnë qeverit sepse rrisin të ardhurat. 2. Humbasin konsumatorët. Qytetarët janë të humburit. Këtë rritjen e të ardhurave nuk e shikon si një rishpërndarje për konsumatorët, jo? Jo. Jo? Po përse rritet të ardhurat? Ndryshe ti kesh ato para në xhep dhe është ndryshe ti japësh një herë qeverisë dhe pastaj të presësh që qeveria të i rikthej ty. Si mund të jetë njësoj kjo? Po, qeveria ato para për çfarë e përdor? Flasim për në kushte normale, jo? Në kushtet e rimilitarizimit të botës, një pjesë e madhe e këtyre parave do të shkojnë në industrinë, në kompleksin militaro-industrial. Unë këtë e shikoj Çanin si një përplasje midis dy ideologjive, asaj midis tregut lirë dhe liberalizmit dhe midis tarifimit. Çdo të përplasje midis këtyre dy ideologjive. Në tregun e lirë ose në liberalizëm kemi këto tre parime. Burimet shpërndahen aty ku janë më produktive, pra efikasitetit tregut. 2 janë zgjedhjet dhe zgjedhjet më të mëdha, pra konsumatorët kanë mundësinë të përmjet konkurrencës midis bizneseve të bëjnë zgjedhje më të mira, dhe tjetra është inovacioni dhe zhvillimi. Ndërsa tek tarifimi, dhe arsyeja pse vendosur këto tarifa, kemi të bëjmë me tre ndarje, le të themi, të cilat janë mbrojtja e industrive vendase, mbrojtja e vendeve të punës dhe të ardhurat më të mëdha për shtetin. Unë mendoj që qëllimi ndërmarrës së këtyre politikave dhe jo më kot me vendosjen e këtyre tarifave, punëtorët e kompanive të industrisë makinave kishin dalë pro kësaj politike. Për shkak se ruajnë vendet e tyre të punës, duke vendosur këto tarifa për kompanitë të cilat prodhojnë jashtë Amerike, vendet e punës sigurohen dhe rrogat janë më të larta sepse do prodhohen aty. Domethënë tarifimi i tyre do të sjellë këtë lloj numri i punëtorëve që prodhojnë në industrinë e makinave është shumë më i vogël se sa numri i konsumatorëve të makinave. Është drejt. Po flasim nga përfitimi për të gjithë konsumatorët e makinave, përfitimi që kanë një grup interesi nuk mund të ekuivalentohet me humbjen. Parimi logjik që ndron, por unë kam në kuptimin e qëllimit dhe të përfitimit. Ai është parim logjik. Dhe treta është tarifimi. Të ardhurat e shtetit rriten me të drejtë që tha mentori, pavarësisht se mi kë do biri barra, shteti do veli më shumë të ardhura. Dhe kjo është ajo që intereson Trumpit. A foli për një rritje të madhe ekonomike? Para se mentorit do t'ja raqish se Sebastianit fjalën i cili duhet thënë ka dhe ai një qëndrimin e vet. Se Sebastiani është shpeu si gazetar. Parashtroi shifrat. Dha info dhe falenderojmë, por ka dhe Sebastiani diçka. Para se fjalën Sebastianit, pastaj kaloj te mentori. Unë desha t'ju lexoj një gjë që është zyrtare para administratës Trump. Tarifat doganore në SBA ishin në nivele historikisht të ulta. Po. Në vitin 2017, norma mesatare e tarifave për të gjitha mallrat e importuara ishte rreth 1.4%. Kjo përfaqësonte një ulje të konsiderueshme krahasuar me periudha të mëparshme. Për shembull, gjatë kohës së depresionit të madh, tarifat mesatare ishin rreth 19.8%. Më dëgjoni, mentor? Kjo ulje tarifave ishte pjesë e një tendence më të gjerë drejt liberalizimit të tregtisë që filloi pas luftës së dytë botërore. Kam disa plana të tjera. Ja një sekond, me synim nxitjen e integrimit ekonomik global dhe rritjes ekonomike. Edhe më çojnë dhe një tabel, me gjithë këto, po duash ja u çoj domethënë që ti keni si kanë qenë tarifat. Po mentor, po një sekond. Ka një mesatarizim të tarifave. Përpara se të kalojmë në analizë, thjesht me të dhëna.
Natyrisht që për çdo produkt ka tarifa specifike. Dhe është shumë e vështirë, është shumë komplekse analiza dhe akumulimi i tarifave është shumë i vështirë. Por ka një mesatarizim që bëhet nga Organizata Botërore e Tregtisë. Sipas dhënave të Organizatës Botërore e Tregtisë, SBA-ja është ndër vendet që ka nivelin më të ulët të tarifimit, që është mesatarja 3.3%. Po atë po thotë. Bashkimi Evropian e ka diku tek 5%. Kina e ka diku të 7.5% ose 8% dhe vin duke u rritur. Ndër vendet që i kanë në mesatarin e tarifave më të larta është India për shembull. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë ndër vendet kjo natyrisht që ka një histori të gjatë dhe mbasi të mbaroj Sebi mund ta bëjmë. Që ti do e thuash pak më shkurt se të fitojmë kohë, po jo pas Sebit. Mos harrojmë që në listin që realizoi Sebi deri tani mentor, Marsin, po me goditura, dhe kjo nuk kuptohet, na duhet një shpjegim, base nuk e di e kemi sot apo jo, ishte Vietnami, 40 tani kjo vjen për arsye historike. Ka patur tarifa shumë të larta ndaj produkteve që vinë jashtë. Pra është reciprocitet që po vendos Trump. Dhe nuk është reciprocitet i plot, se do ishin edhe më të larta. Qartë, dakord. Sebi, cili është mendimi jot? Fiton amerikanët në këtë rast apo fitojnë të gjithë? Askush nuk e di. Kjo do të dojë të paktën 6 muaj për ta kuptuar. Duhen minimumi 6 muaj. Unë kam mbi 2 javë që pyes shumë miq, të cilët edhe punojnë për universitete amerikane, financier, edhe në Shqipëri. Çfarë thon? Kanë jetuar në Amerikë, askush nuk e di. Ja për shembull sot do kemi tronditje të bursave në Amerikë? Kot po them. Ai si quhet ai Dow Jones. Do ketë për shembull sot? Ka patur ulje. Ka patur ulje në. Jo, po pas delarimit tani tarifave. Kjo është interesante për të kuptuar. Edhe për pritshmërinë ka. E no ma shifshi Dow Jones edhe këtë Nasdaq-un të lutem. Bursat ja tani më duk si e mend Tiranë. Tregu kapitaleve. Tani ikëm në New York, më hop fluturuan, po jepi se. Tregu kapitaleve dhe kriptovalutat kanë thënë tash. Tregu kapitaleve ka pritur tani. Sebastian? Tregu kapitaleve ka pritur mirë deri tani. Sipas tregut kapitaleve ky po cilësohet një moment Reagan Thatcher. Në Amerikë po flet. Në Amerikë. Dow Jones, Nasdaq. Kjo është e kundërta e Reagan Thatcher, sa ata ulën tarifat. Po e them në këtë lloj forme, sepse çfarë është duke ndodhur? Sipas tregut. Në çfarë forme pra ta kuptojmë, sepse mentori thotë që ata i kanë ulur. Sepse po flasim për një epokë të re nga sot e tutje. Këto si eveniment. Si eveniment, thot, si moment. Si moment, këto quhen Sputnik moment, po e themi që ndodh diçka dhe ndryshon komplet ligjin. Si quhen Sputnik? Se rusët ngritën Sputnikun e parë. Dhe quhet momenti Sputnik. Dhe në këtë kuadër kemi, pra po ta shohim, çfarë thon disa analistë, kemi rastin e parë që fillon me liberalizmin që tha Marsidi. Shkon deri te Nixoni. Mbas Nixonit kemi ku tregu dhe shteti kontrollojnë njëri tjetrin. Nixoni dhe Thatcheri heqin shtetin dhe lejnë vetëm tregun. Dhe sot shohim që kemi vetëm korporata. Pra korporata është më e fuqishme se një shtet. Pra Elon Musku është më i fuqishëm se gjithë Evropa lindore. Pra aq para ka. Sipas disa teoricienëve të ekonomisë, Trumpi do të bëjë të kundërtën, pra do të godasi këtë fuqi korporative. Kjo është një qasje anti-neoliberale që Trumpi mund të mbajë. Pra deri më sot ato djathtë tradicional, libertarian që tregu, laissez-faire etj. Ky thjesht po thotë nuk është ashtu, në një lloj mënyre. Demokratët thonë që ky është krimi më i madh që mund të jetë duke u bërë ndaj ekonomisë, sepse inflacioni, normat e internet. Ne do na duhet 6 muaj thoti për ta kuptuar të gjë, nëse Trumpi ka gabuar sot apo ka pas drejt. Në mos më shumë. Po pse nuk do reagoj tregu më një reagon, tregu çdo më thonë të prodhimi vazhdon. Ja, nuk e para efektet reale ka drejt Sebastian gjithmonë. Ore, kam një pyetje unë, dhe do të nga mentori. A do ketë fabrika amerikane, kompania amerikane tani që pas kësaj të thonë ne na bie më mirë shkojmë të rikthehemi në Amerikë. Çështja është të gjithë ta bëjnë kompanitë në Kinë. Po në Amerikë apo jo? Po pra, se ky është qëllimi real. Ka një garë që bëhet sot për çipat. Po marr një rast shumë interesant, çfarë kërkon të bëjë Trumpi dhe sa mund ta realizojë. Për çipat në Taiwan. Po. Ka qenë një kompani amerikane që quhej Intel. Nisi dhe kjo të prodhonte disa çipa. Dhe ka thënë Trumpi këtë, do doli para sa ditësh. Po pra. Ne mund të bëjmë vetë çipa thas. Nevojë ta që. Çështja është që nuk i bën dot. Prodhon çipat në Pra, Oracle është. Mirë, rregull, po ata prodhojnë me çmime të mirë. Çështja është që nuk i bën dot. Pra Inteli thot unë me të vërtet do të bëj çipa. Nisi që të bënte disa çipa dhe nuk i bën dot, sepse Tajvani, ASML-ja etj. Arrin të bëjnë çipa më të mirë. I bëjnë më lirë, i dizenjojnë më mirë. Dhe në këtë kuptim, Inteli mund të thotë sa dojë që unë do marrin 100 miliard nga qeveria, 200 miliard nga privati, 300 miliard tu etj. Nuk i bën dot.
Pra, e thënë më ndryshe, në qoftë se unë kam 20 vjetë që bëj punën gazetar, dhe ti ke 20 vjetë që bëm punën si pedagog apo oficer, ushtria apo diçka tjetër. Çështja është që unë kam më shumë mundësi që ta bëj më mirë këtë lloj pune. Dhe kjo që thot deri diku presidenti, unë kam deficit 2 trilion, deficit buxhetor 2 trilion në vit. Kam 33 trilion borxh. Është e ditur dhe e di çdo kush i cili studion ekonominë ndërkombëtare në këto momente. Të gjitha vendet kanë borxh, të gjitha vendet kanë deficit, të gjitha vendet kanë probleme ekonomike dhe nuk a është kjo mënyra se si do ta zgjidhi. Të shohim se sa do t'i rezultoj. Kjo është thik me dy presa. Ose ky do t'jetë një nga njerëzit më të mëdhenj në 50 vitet e ardhshme, me këtë që kërkon që të bëj, pra të uli fuqinë e dollarit dhe të rrisi fuqinë e eksportit amerikan, se një nga tezat kjo është, ose ky do t'jetë një nga presidentët si Jimmy Carteri që do të largohet me turp nga shtëpia e bardhë, sepse ekonomia amerikane do të kalojë në stagflacion. Kalimi në stagflacion i ekonomisë amerikane, ku... Pra stagflacioni nuk është as inflacion, as deflacion. Stagflacion, ngelet në të njëjtën kohë. Lëvizin pak normat e interesit, rritet inflacioni, ka probleme ekonomike, tipi Jimmy Carterit. Në qoftë se dhe kjo është thika me dy presa, do të duket mbas 6 muajsh. Okej, Sebastian, të lutem, vazhdo shif, edhe ti të lutem, në mos skandal dhe vendet tjera. Ndërkohë mentor, para se të jap fjalën, më thonë Shqipëria nuk mund të ketë tarifa nga Trump se të nuk eksportojmë asnjë produkt në Amerikë. Kanadaja, sa është? As? Kanadaja. Si nuk ka. Sa është taksa Kanadas? Sa përqind? Kë po pyet Ledio? Sebin. Po e lexoj se Tarifat ndaj Kanadas. Ka dalë Kanadaja. Ti kontrollojmë. Se me Kanada u bë gjithë luftë e madhe. Retorike madhe. Po mentor, ndërkohë që kontrollon Sebi. Presidenti Trump ka marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kushtet kur? Një, kemi të bëjmë me një deindustrializim masiv të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një zhvendosje të ekonomisë nga prodhimi tek krijimi. Kjo natyrisht që ka prekur shtresën e mesme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ka krijuar papunësi dhe ka ulur cilësinë e jetesës së shtresës së mesme, pikërisht për shkak të largimit të industrive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt vendeve të tjera dhe kryesisht drejt Kinës. Një. S'dyti, kemi një deficit të madh buxhetor, gati 2 trilion dollar. Dhe kemi një deficit të madh tregtar me të gjithë aktorët e tjerë të mëdhej tregtar. Deficitin më të madh Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë me Kinën, me Bashkimin Evropian dhe pastaj me Meksikën dhe me Kanadan, okay? Dhe çfarë thot Trump? Trump thot që unë kam për objektiv një riindustrializimin e vendit, rikthimin e prodhimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një. S'dyti, reduktimin e deficitit buxhetor dhe reduktimin e deficitit tregtar me vendet e tjera. Instrumenti me të cilin unë mund të arri këtë, thot presidenti Trump, janë tarifat. Një nga instrumentat se? Një prej instrumentave, se natyrisht që ka dhe incentiva të brendshme, incentiva fiskale, shumë e radhë për të nxitur prodhimin e brendshëm. Por ne po flasim për këtë instrument, janë tarifat dhe që përbëjnë një kundër tendencë ndaj tendencës që prej vitit 1944 spaku e deri më tani. Çfarë ka ndodhur? Gjatë shekullit 19, idetë e Smithit dhe David Ricardos filluan të aplikohen dhe ideja e tregtisë së lirë në nivel ndërkombëtar fillon dhe jetësohet. Liberalizmi për cilin ne folëm. Dhe kishte një prirje për uljen e tarifave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë gjithë këtij shekulli kanë aplikuar tarifa shumë të larta. Pse? Dhe shteti burimin kryesor të ardhurave e ka pasur nga tarifat, nuk ka patur income tax, pra tatim mbi të ardhurat. Siç e kemi ne tatimin mbi të ardhurat. Qartë. Deri në 1913 në SBA nuk ka ekzistuar tatimi mbi të ardhurat. Me fuqizimin e qeverisë federale vendoset tatimi mbi të ardhurat dhe barra e të ardhurave zhvendoset nga tarifat, të cilat marrin rol dytësor tek tatimi mbi të ardhurat. Me fillimin e luftës së parë botërore, mbasi mbaron lufta e parë botërore, të gjithë vendet shkojnë drejt proteksionizmit për të mbrojtur prodhimin e brendshëm dhe vendosin tarifa jashtëzakonisht larta ndaj produkteve që vijnë nga vendet e tjera. Kjo, një prej elementëve
mendohet që shkaktoi luftën e dytë botërore është pikërisht edhe aplikimi i këtyre masave të larta proteksioniste. Në 1944-ën, në Bretton Woods, New Hampshire, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mblidhen ta burrat e udhëheqës të vendeve kryesore të botës dhe thonë të ndërtojmë një sistem ekonomik ndërkombëtar i cili do të mbështetet mbi parimet e tregtisë lirë. Dhe ajo çka është me interes për diskutimin tonë sot. Në këtë takim, në këtë konferencë, nënshkruhet një dokument që quhet GATT ose marrëveshja e përgjithshme mbi tarifat dhe tregtin. Dhe vendet zotohen që të ulin një tarifat monetare, financiare, që janë to tarifa për cilat ne po flasim, dhe barrierat e tjera jo monetare që pengojnë madhrat e vendeve të tjera të konkurojnë brenda vendeve ku importohen. Dhe me kalimin e kohës, gjatë gjithë shekullit të 20 deri vonë, ne kemi patur një lulëzim të tregut të tregtisë së lirë ndërkombëtare. Në mënyrë të veçantë pas viteve 90, ku integrohen edhe vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik. Por ajo çka është më e rëndësishmja është hyrja në këtë sistem e Kinës në fund viteve 70 dhe pastaj integrimi i Kinës në Organizatën Botërore të Tregtisë, që trashëgon pikërisht të marrëveshjen për cilën bëm folëm në vitet 2000. Dhe tarifat psojnë një ulje drastike dhe kanë shkuar diku tek mesatarja botërore më e ullët për llogaritë të jetë tek 4% për të gjitha produktet. Mbas krizës financiare të 2008-s, kemi një tendencë për ngritjen e tarifave dhe kalojmë në disa politika proteksioniste. Këto politika proteksioniste u bën më prezente për shkak të deindustrializimit të vendeve perëndimore, pra të vendeve zhvilluara. Vendet e zhvilluara, për të ruajtur industrinë dhe për të rikthyer industrinë e larguar drejt Kinës dhe vendeve të tjera në zhvillim, fillojnë të aplikojnë masa proteksionizmi, siç është rasti i Bashkimit Evropian që vendos 10% tarifa mbi makinat. Dhe kam përshtypjen që tarifat mbi makinat elektrike kineze janë më të larta se sa kjo. Pikërisht për të mbrojtur prodhimin e brendshëm. Po ashtu aplikon 10% tarifa mbi makinat që prodhohen në Amerikë. Ndërkohë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës këto tarifa kanë qenë deri tani 2.5%. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se ishin superfuqia e botës dhe ishin organizatorët e tij sistemi ekonomik ndërkombëtar, natyrisht për shkak edhe të avantazheve të tjera, hegemonisë së dollarit e kështu me radhë, nuk po i hym gjithë elementeve, nuk kishin interes për të krijuar probleme në tregtinë ndërkombëtare. Duke parë rritjen e të tjerëve dhe aplikimin e tarifave të rënda nga vendet e tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendojnë se ka ardhur momenti që të aplikojnë edhe ata tarifa në mënyrë që të ketë reciprocitet në raport me vendet e tjera dhe jemi pikërisht në këtë moment. Dhe kjo është e gjitha renditje faktesh. Tani, se çfarë do të ndodh pra ti këtu je njësoj Sebastiani. Ti më dojë që duhen 6 muaj, më shpejt mund të së ditë më shumë, për një sekundë ta mbaroj. Ta mbaroj se paruan të këtë. Sa i përket objektivit të parë, që është riindustrializimi, pra rikthimi i kompanive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Trump ka deklaruar që ka arritur marrëveshje që shkojnë në shumën e rreth 6 trilion dollarëve që do të investohen për gjatë viteve që vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, tarifat kanë krijuar një incentiv të fortë për investimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për rikthimin e kompanive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një projekt shumë afat gjatë, nuk besoj që Trumpi do ja shohë rezultatet gjatë mandatit të tij, por nëse do të jap efekte pozitive, natyrisht që do jap efekte pozitive në së paku një dekadë e më tutje. Faleminderit shumë, mentori, ishte brilante narrativa jote, nuk po them ishte e drejtë apo e gabuar, se mentori radhiti faktet dhe unë dëgjova me shumë vëmendje, ishte shumë e bukur. Para se ja fjalën Marsidit dhe Sebastiani për ta mbyllë këtë fabul, sepse kjo me siguri ne do flasim prapë, se kjo tarifave sot u vendos është e freskët, vazhdon të flasë ai apo akoma? Sot raguri Kanadaja na kanë bërë këtë. Po pra ka dal Kanadaja. Për Kanadan ishte duke fol para 5 minutash. Po tani se kemi akoma? Jo, se kam akoma. Shivej që të lutem. Mund të them diçka? Ja, vetëm një sekondë se jemi live. Jemi live dhe unë dua ta updatohem tani me këto. Para se jap Marsidi fjalën. Me që fola për bursat unë që parë, më erdhi informacioni mentor, thash bursat do reagojnë.
SNP-ja, çfarë SNP-ja? Standard & Poor. SNP-ja çfarë është? SP500. Hedge fund. SP500, kështu quhet. Okej, në shqip se themi dot. Kështu quhet. Okej. SNP 500 më thonë. SP500. Kjo është stoku më i madh, që janë 500 kompanit më të mëdha amerikane. Dakor, okej, e kuptova. U rrit me 0.7% duke u mbyllur në 5.670 RR. Dow Jones thot. Dow apo Dow? Njësoj, mos e vrit me. Dow Jones Industrial average, average. U rrit me 0.6% duke përfunduar në 42.225 RR. Nasdaq, sa bukur Nasdaq ai. Nasdaq Composite. U rrit me 0.9% duke mbyllur me 17 RR. 17.000 po flasim, ë? Tani, apo s'janë mi këto? Mi, apo. Në përgjithësi të tregu reagoj mirë, ose më sakt më mirë se sa pritej. Dëgjon mentor, pas lajmit të trajfave. Fillimisht pati pasiguri dhe luhatje, por pas tregjet u stabilizuan dhe u rritën. Kjo tregon se investitorët e kishin parashikuar pjesërisht shpalljen e tarifave, dhe dy nuk pati ndonjë troditje të menjëhershme nga masat e reja. Deri në këtë moment, ndërkohë presim nga Sebastiani, dhe jo vetëm. Meksik, Kanada është 10%. U vendos dhe jo? Po. Mos Sebastian shipi që të lutem. Meksika dhe Kanadaja 10%. Pra, deri tani, më pak tarif ka vendosur te Kanadaja, te Meksika, tek thuaje, te kush ishin dy vendet e tjera? Mbretëria Bashkuar. Brazili 10% dhe Mbretëria Bashkuar. Edhe Anglia dhe Mbretëria Bashkuar. Pyeta. Po mos është reciproke këto mentor? Jo, këtu i ka të dhënat si i kanë vendet e tjera dhe si i ka vendosur Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, ta bëni që të njësa unë, është tjetër gjë ajo. Si? Ta bëni që të njësa unë, po shikon. Jo, është tabel tjetër. Sa e ka Kanadaja, pra një sekundë marsit. Kanada nuk e ka këtu. Jo, e kishte 10% përpara. Kanada me Amerikën, sa e kishte pra atë? Tu, ja, po ta them unë, Kanada nuk e ka. Po e ka pra ka darë tani, jo 10%. Bashkimi Evropian thot, Bashkimi Evropian i ka 39% tarifat mbi mallrat amerikane. Gjithë Bashkimi Evropian. Po, mesatarja e tarifave. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do aplikojnë 20%. Pra nuk është reciproke. 39% i ka BE-ja, 20% do aplikojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kina i ka 67% thot, dhe ne do aplikojmë 34% tarifa. Pra nuk është reguar dhe aq i ashpër thua ti. Vietnami i ka 90% dhe do aplikon 46% tarifa. Japonia i ka 46%, do aplikon 24% tarifa. Po çfarë po ndodh pra pse? Korea e Jugut i ka 50%, do aplikon 25% po pse pra tarifa. Mentor? U kuptua pra ky tani është ka vajte gjysma. Nuk i ka bërë reciproke pra, nuk i ka homologuar. Në disa raste ka për shembull Turqia që ka 10%, ka reciprocitet 10%. Po. Ti prodhon Albanistani nuk del gjikundi, ë? Trumpi ka bërë të deklaratë, më falë, vetëm një gjë. Ai ka thënë we are going to level the playground. Pra do nivelojmë fushën e lojës. Do nivelojmë. Po, që do të thotë, do ketë parim reciprociteti. Pse? Po s'ka pra dy raste do përmend, se çfarë ndodh ku nis, ku është baza ose ku është kaku. Tesla, kur prodhon për Europën, ka fabrikë në Gjermani. Ndërkohë Volkswagen, kur prodhon për Amerikën, e sjell nga Gjermania në Amerikë, makinat Volkswagen. Ku është reciprociteti? Albania, më fal, ka dalë Shqipëria 10% o burr. Dakor. Po pse nuk i shikon o burr? Dhe e dyta, ta vazhdo analizën se po ta vazhdosh, po ndërkohë do ja do në lajm aty tani se ky është lajmi i fundit o burr, o marsit. 10%. Njerëz duan të njëjë lajmin o burr. Dakor. Po mirë, po ti e kupton tani që ne nuk po marrim dot lajmin vëlla? Se është e vështirë se jemi live. Mos u dito se do ta kesh gjithë fjalën. Pa merak, se unë ty mes ditë kam. Problemi është 10% Shqipëria thot. Nuk i keni këto tabela fare. Armenia 10%, pra vende me 10% janë Shqipëria, Armenia, Nepali, Sint Martin çfarë është kjo? Sint Martin. 82 Falkland Island 82%. Falkland Island 82% plak. Po i shujt Falkland më? Apo i shikon ti mentor këto që po lexoj unë? Po. Kuvajti për shumë 10%, Togo 10%, Gaboni 10%, Shqipëria 10%. Tani Shqipëri pse i ka vënë 10%? Se tani ne emisioni Shqipe bëjmë dhe e bëjmë ose ne mund të çojmë fruta, perime në një pije alkolike, raki. Çfarë në Amerikë? Po. Në një qumësh. Në fruta perime në Amerikë? Po mund të çosh në një. Sigurt e plak. Po ne nuk i dim to fare. Ta çon 5 ton, 10 ton. Mund të çosh çik mjalt. Mund ta çosh, nuk po them që se çon. Mund të është tjetër gjë vëlla, po a çojmë gjë apo jo?
Erza mund të çojmë. Mund të çojmë bimë medicinale. Mund të çojmë bimë medicinale. Sherebel çohet shumë për shkak. Mund të çojmë kosa apo qumësht. Mund të çojmë në Rozisht e ke? Po siç çon në fshat, çon në një gjë, çojmë edhe në Amerikë këta gjëra. Çojmë birë, pra, konjak. Ka në Cilet jo? Çojmë dhe birë, çojmë dhe konjak. Çon 2 shishe, çon 3 shishe. Dhe në këtë kuptim çon diçka edhe ti, nuk është se ti ke në një bilans tregtar shumë të madh me SBA-t. Por çojmë diçka edhe ne. Dhe në këtë sens kemi këtë tarif, por e kemi më të vogël se Serbia. Nuk kjo është e rëndësishme. Në 2023 Shqipëria eksportoi madhra në Shtetet e Bashkuara me vlerë prej 97.83, pra 97 milion dollarësh amerikanë, thot, në 2023. Po. Duke renditur SBA-n dhe partner kryesor tregtar të Shqipërisë. Kjo shumë përbën një pjesë të konzervueshme të eksporteve totale shqiptare, cilat në vitin 2023 arritën vlerën e 4.37 miliard dollarëve amerikanë. 4.37. Mos, do të kishim Ola Xhamën këtu sot. Mos si harova, mos. Ola, mos, do të ishte Ola Xhama këtu sot. Do na ndihmonte të gjithëve. Po le dio. Eksportojmë korçar shumë. Urdhë? Eksportojmë korçar shumë në Amerikë. Nuk e kuptoj le dio se nuk dëgjohesh mirë. Eksportojmë shumë korçar në Amerikë. Korçar në Amerikë. Korçar. Është e sigurt kjo le dio? Apo do të ke për batuta? Se manta fitojnë lotarinë amerikane, drejtë. Italia 1.88 miliard dollar eksporton në Amerikë. Serbia 505.18 milion dollar. Jo që janë këto. Ne jemi këtu. Kujdes. Ne tani, ne eksportojmë, pra në Amerikë o lezova sa eksportonim. Në 2023 97.83 milion dollar. Ne në Itali eksportojmë 1.88 miliard dollar. Miliard tu. Në Amerikë ishin milion, në 88 milion. Që janë miliard dollar në Itali. Në Serbi eksportojmë 505, or janë të sakta ato shifra, të sakta. 505.18 milion dollar. Në Greqi eksportojmë 284 milion dollar. S'pe lexoj bishtat nga brapa. Në Gjermani eksportojmë 229 milion dollar. Në Spanjë 187 milion dollar. Në Maqedoninë e Veriut 158 milion dollar. Në Kinë 100 milion dollar. Dhe në SBA 97, po atë që thamë, milion dollar. Amerika është 2.24% e gjithë eksporteve shqiptare. Këto janë shifra. Nuk është se ka ndonjë vlerë të madhe. Nuk është e vogël si shifër, por nuk është ndonjë vlerë që mund të ketë implikime të mëdha. Ne nuk e dim se çfarë tarifa shaqë. Tani një sekond mentor, se dhe jafë janë Marsitis, se janë të preva 2 herë. Marsit tani ishë momenti jo. Jo, në kisha dhe të ky koncept, Qano, që dimension ose rinivelimi i fushës së lojës nuk kupton politikën e kundër tarifave. Se kështu i quajti. Kjo është politika e kundër tarifave. Qartë. Pse e them këtë? Po të marrë 2 raste, që janë raste reale. Tesla kur prodhon se Tesla kur prodhon për Europën, prodhon në Gjermani. E ka atje fabrikën e prodhimit. Volkswagen kur prodhon për Amerikën, prodhon në Gjermani dhe importon makinën në Amerikë. Jo, po prodhon dhe në Amerikë, pra. Dakor, një pjesë të makinave, jo të gjitha. Dakor, po s'është reciproke. E dyta, vera franceze për shembull nuk tarifohet fare në Amerikë. Ndërkohë whisky dhe vera amerikane në Francë tarifohen 60%. Pra kemi një disproporcion të madh. Disproporcion. Kjo është qëllimi. Europa tani si ka mundësi se unë këtë skuptoj pra tani. O mentor, Sebastian, të lutem. Është cënimi parimit tregut lirë, për i të vërtetës, për atë që fola në ndarjen e politikave të liberalizmit të tregut. Faleminderit Marsit. Po një gjë nuk po kuptojmë tani. Mor zotëri, si ka mundësi që deri tani shifje që të lutem tabelën, si ka mundësi që deri tani ja vlen të lexohen gjitha këto tani se çka eksportuar Shqipëria? Mbas nuk ja vlen apo duket. Jo, ne eksportojmë. Hekur çelik, fara vajore, alumini, vajra esenciale, automjete dhe pjesë këmbimi, këpucë dhe aksesor. Po mirë, shumë mirë. Gjithë gjëra po. Pajisje elektrike, veshje, oradore. Kështu të krijohet ideja se ku Shqipëria është një vend shumë i fuqishëm vëlla. Me gjithë këto para. Janë shifra të vogla. Janë shifra të vogla. Dgjoj, ai do thoshja unë është kjo. Se më hoqë nga mendja. Evropa dhe SBA-ja, tu e kishe. Jo, nuk ishte Evropa dhe SBA. Ai nuk është marrë me shtetet e Europës veç, është marrë me BN. I ka futur gjithë. Marrë nominalisht me të gjitha. Tani, si ka... Po Francës sa e ka vënë për shkakun? Çfarë ka ndodhur? Ai kanë nxjerrë një tabelë përmbledhëse. Ajo tabela përmbledhëse është për krijuar idenë se çfarë ka ndodhur. Hekur dhe çelik
eksportojmë neve më shumë në Amerikë se sa produktet e tjera. Trump ka nënshkruar... 20% egur e qelik, Jo, ai ka vënë tarifë. 20 egur e qeliku që nga produktet kryesore që ne eksportojmë atje. Burime natyrore. Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv, i cili nga mbrapa ka me qindra faqe, ku çdo vend dhe për çdo produkt ka tarifat të specifikuara. Natyrisht një punë shumë voluminoze. Ajo që ai ka prezantuar publikisht janë thjesht një përmbledhje e mesatarizuar e tarifave të aplikuara për secilin vend. Tani gjithë problemi është këta vende si do të përgjigjen. A do kemi një luftë tregtare tani që hapen? Kjo presa shojnë se nuk e zinë do të Të nuk e di. E para, e dyta më thonë, lajmi i sotum, më thot dikush, është që nëse nga Shqipëria vilen teorikisht 9 milion apo 9 miliard, se ka bërë MLN ky? Milion. 9 milion euro taksa në vit, thot? Sa miliarda euro do përftojnë në gjithë globin? Janë 9 miliard. Po thua taksa sa grumbullon shtetin e lajmi është që nëse nga Shqipëria vilen teorikisht 9 milion euro taksa në vit? Jo, 9 miliard. E ka fjalë nga produktet që çojmë ne atje. Po thua vjelja të ardhurave të brendshme. E pra pse nuk është shprehur qartë, ja tani do ta që ka eksporte më të ulta në përqindje më të ulët, thot. Po pra, mund ta shprehësh më qartë, lutem, se për çfarë ke fjalën kur thua 9 milion? 9 milion do të thonë 10% e taksës, thot. 10% e taksës. A e tarifës së 90 milion dollarësh? Po pra, e asaj që tham. Okej. Tani ky thot, lajmi është që nëse nga Shqipëria vjen teorikisht 9 deri në 10 milion euro ose dollar taksa në vit, sa miliarda euro të përfitojnë në gjithë globin. Dhe thot, nëse Amerika vendos taksa për eksportet, është e qartë që do të vënë në punë njerëz atje, thot, të prodhoj vetë. Trump nuk i ha fare për askënd përveçse për amerikanët, thot. Fut miliona njerëz në punë, se amerikanët i kishin gjetur skllëprin në përbot, thot. Se amerikanët i kishin gjetur skllëprin në përbot. Ka një gjë çani, se kjo është e thjesht për të thënë, por ka një vështirësi për të bërë. E tham edhe pak më. Tarifohet Unioni. E tham edhe pak më herët. Nëse deri dje se Marsiti e mori... Dhe këtu e mbyllu emisionin, a i të thoni nga një fjalit i gjithë e mbyllu emisionin, sepse stafi e mori Marsiti si rast. Tani, për t'i bërë qefin, tyre që punojnë në një fabrik për të prodhuar një makinë, ne shkojmë dhe si politikani ja bëjmë qefin që do ju mbajmë ju në punë. Por ka një kleçk në këtë mes. Politikat populiste që do t'i fusim të gjithë në punë. Dhe çfarë ndodh në realitet në terren ka ndryshim. Nëse ne po automatizojmë të gjithë procesin e prodhimit, një makinë dje për të prodhuar në një fabrik kërkonte 10.000 punëtor, një makinë për të prodhuar sot në një fabrik kërkon 1.000 punëtor. Qartë. Tani pyetja është, ti kur i thua këtyre që unë do të sjell të gjithë prodhimin këtu, dhe do t'ju fus të gjithëve ju në punë, kur ti po shkon Kina drejt deindustrializimit. Merr shi mbledhjen e byros politike që u bë javën e kaluar dhe po shkon vetë drejt deindustrializimit, sepse fabrika në vetvete po robotizohet me teknologji të nivelit lartë. Pra po shkon vetë. Po largohen drejt Vietnamit. Dhe po largohen. Tani unë e kuptoj këtë logjikën dhe politikën që dëgjoj se unë ju bëj qefin punëtorëve, klasës punëtore etj. Ti thua është populizëm, se në fakt nuk ka përndodhur asgjë, nuk do ketë efekte, ose do ketë efekte shumë të vogla. Kjo do ketë një lloj efekti, po kjo që i thotë që ti do punosh këtu, ti aty, ti do ndërtosh prapë fabrika, ti do ndërtosh goma, ti do bësh... Do rregullosh rrugën se i kemi keqen. Kjo tani është dhe një çik populiste në këtë mes. Sa përqind të show për ta mbyllur emisionin? Sa përqind të show e gjitha kjo? Më le vetëm pak sekonda. Tarifat janë politika më e paqartë e president Trump. Normalisht tarifat historikisht nuk kanë dhënë efektet e pritura. Ose i kanë dhënë në moment të parë, pastaj ulin produktivitetin, ulin konkurrueshmërinë e produkteve të brendshme për shkak se aprish konkurrencën e kështu me radhë. Dhe natyrisht që rrisin çmimet për konsumatorët. Ajo që unë do të prisja mbas kësaj, pra mbas një lloj reciprociteti që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë krijuar, është krijimi një bloku të tregtisë së lirë euroatlantike. Ashtu siç kemi blokun politik ushtarak, kjo do ishte një çfarë unë do doja të shifja dhe çfarë ka filluar të artikulohet veçanërisht në Europë dhe në Gjermani. Një blok i tregtisë së lirë euroatlantike. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Bashkimi Evropian janë një zonë e tregtisë së lirë që aplikojnë zero tarifa ndërmjet. Gjë që do ishte për herë të parë në historinë e botës, se nuk ka ndodhur ndonjëherë apo jo. Marsit falenderoj jashtëmase, Sebastian. Falenderoj shumë mentor, ishte kënaqësi. Do shihemi prapë.
U kënaqem shumë sot, edhe pse duhet thënë kemi punuar paralelisht me kohën. Se lajmi po ndodh atje ndërkohë dhe ne po japim informacion këtu. Në fakt këto janë nga emisionet më interesante që mua më shijojnë shumë. Dita e dytë kështu. Është dita e dytë, po. Është dita e dytë kështu, është e vërtet. Kur lajmi ndodh dhe ne që edhe japim, po dhe komentojmë sigurisht. Shpeshherë edhe mund gabosh. Shpeshherë mund të gabojmë patjetër se mund të kemi edhe lajm që është tash sapo është shpërndar në këtë aktual është tentuar të hakerohet kompjuteri i zotit Altin Dumane, i cili është kryetari i SPAK-ut. Vërtet? Po. Është tentuar të hakerohet, por nuk i është hakeruar. Jo. Si ka lajm atë? Dhe gjithashtu kanë dalë disa dosje. Lajm është po nëse kanë dalë dosjet, i bie që është hakeruar kompjuteri. Dosjet kanë qenë një prokurorit tjetër, kanë dalë disa dosje realisht, të cilat kanë qenë sekrete. Kanë dalë, janë vjedhur. Janë vjedhur nga burimet e brendshme. Po dosjet kujt? Dosjet të disa procedimeve, proceseve të cilat janë në hetim. Ndodh kallëzimi ose ndodh evidentimi veprës penale dhe jetohet personi derisa të çohet akuzat se të ngrihet të bëhet kërkesa për masë. Më se një kopje duhet të ekzistojë apo jo? Jo, kur thotë janë vjedhur, ose merren dokumentat origjinale, ose janë shitur pra. Ose ato bëhen publike me dije ndërkohë që ai përbën sekretet timor. Dhe thotë që për post këtyre veprimeve është tentuar gjithashtu të hakerohet kompjuteri i zotit Dumani për të marrë gjithë të dhënat. Po këto lajme i nxjerr vetë SPAK-u apo jo? Këto lajme janë nga gazetar investigativ edhe nga burimet me të cilat unë kam. Domethënë duhen marrë me rezerva apo jo? Po, normalisht. Derisa të flasë vetë Dumani. Derisa të evidentohet fakti real. Interesante. Megjithatë prap mua më sheh kjo biseda që bëm tani se sa po të bënim këtë tjetër, po të kishim më shumë info. Do të diskutohet, kjo është çështje programazare globale. Faleminderit edhe një herë Sebastian Mentor. Që brillant sigurisht si gjithmonë. Marsit. Faleminderit. Do të ishte mërkur apo jo? Po. Dëgjuam prifim e gur thonë. Ne bashkëtakohemi të premte zonja Zotrin, Leti nuk e di, ke një imazh, më duket ke një video. Kam një video po, me këtë do mbyllim sot. Tani duhet që të flasun dhe pastaj të plaset video apo të plaset video pastaj të flasun? Jo, të flasun. Flet ti pastaj plaset video. Po kemi një video të re sot që kemi nga Çmendina, më duket tani po. Nga Çmendina është një faqe shumë interesante, në fakt shumë e shikuar. Dhe sigurisht që në ekran nëse një gjë nuk e përsërit, sa herë që del, ze se nuk e ka thënë asnjëherë. Pse? Sepse ekrani ndryshe nga gazeta, nga shtypi shkruar është eter. Eter do të thonë që gjithçka zhduket, është ajër, fjalët nuk në një mënyrë nuk mbeten, ikin. Ajo që mbetet vetëm e shkruara. Kështu që në këtë kuptim, ju e dini, unë kam 22 vjet që vetëm përsëris dhe s'kam bërë keq në fakt, sepse dhe më keni dëgjuar. Kam mbi 10-12 vjet që ju them çdo fund emisioni, edhe kur isha një herë në javë, tani që janë 3 herë në javë të MCN-ja, ju drejtohem një kategori e njerëzish të cilët janë në dilemë dhe ende se kanë bërë aktin. Ke parasysh? Pra, po, se kanë bërë aktin. Janë në dilemë, janë ta bëjmë ose bëjmë, ke parasysh? Dhe po flas për ata që duan të ikin, që kanë për arsye të ndryshme, edhe këtu se kanë fjalën vetëm për ata të cilët ikin me gomone sepse duan të bëjnë trafik për trafikantë. Jo, kanë fjalën për njerëz për familjarë, vëlla, që thonë këtu nuk jetohet më, vëlla, nuk ka shije jete, pra. Jo se janë të varfër. Ja u shpif. Ja u shpifin njerëzit që drejtojnë, administrata që ju fut duart në xhepe, ky korrupsion i vogël i neveritshëm etj etj, dhe duan të ikin, vëlla, nuk e gjejnë veten këtu, janë të trishtuar, peizazhi është i ndyrë edhe pse natyra është e bukur etj etj. Për shumë arsye që tani si numërojmë dot. Dhe thonë me vete ku të ikin. Se dakord ikën, po ku? Ata që ikin zakonisht, që s'kan dilema është sepse kanë njerëzit jashtë. Dikush i kanë në Greqi, në Itali, pra kanë sa të afërm dhe shkojnë të vemi të kapim mirë tek ata, pastaj të dalin të lirë. Ka tjerë që s'kan asnjë. Ato unë punoj për këta. Unë jam nga ata që to give. Pa jo vetëm to get, po dhe to give, pra të jap. Unë jap tani nga vetja ime, është falas kjo që po bëj. Dhe po ju them, mos u mendoni shumë, nuk keni nevojë për pasaportë europiane, ata s'keni për ta marrë asnjëherë. Jo. Me pasaportën që keni, shkoni në Kosovë. Ati jetohet, është vend normal. Ati edhe qeni i rrugës, që nuk ka të zot, pret semaforin para se të kaloj vijat e bardha. Ju betohem. Edhe ndjen e emision, do të japim prap.